Alisa, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Kënaqësi me të prit zemër. O, shumë faleminderit. Wow, sa bukur e të do. Faleminderit edhe te, shumë e bukur. Bile tashmë që po të shoh live, akoma më bukur se në fotografi. Hajde ullu zemër. Shumë faleminderit. Si të keme, mirë? Mirë, ko marrë të ditë në Kosovë, o, që më kishë marrë mali. Që sa s'ke qenë? Verës, të fundit herë, vitin e kalon, po. Edhe se dimrit s'ku mojtë më ardhe, pa ta një rast, edhe thashtë të ditë veç të vi për qef. Shumë mirë ke bu. Edhe na e patëm fatin me të kap ty veç pak orë para se ti tikësh edhe të kthehesh sërish në Zvicër, me njëherë prej studio se di që do të shkosh për aeroport, apo jo? A ke gjithmonë jetën dinamike? Okej, për verës nuk pas ke qenë në Kosovë, po a udhton shpesh edhe në vendet tjera? Udhtoj shumë me mamin, sidomos adem vende gjithkon. Po tash në fakt jam zanat edhe nuk po moj adem, du të me menagju pak, po më pëlqen udhtimi edhe, nuk është që jam stresu më shumë, ose udhtoj tash ku me ditë sa, po. Në momentin kur e gjej kohën edhe e bën. Ta që të kishte marrë malli shumë për Kosovën, a? Qka, për çfarë arsye të tjera po të lidhin Kosovë për pas që është vendi yt, me siguri ke edhe familjar këtu që me zipret me taku, shoqëri? Po, thjesht gjallënia që është në këtë vend. A dhe ndiqysh se unë jetoj në Zvicër edhe jam gjithë në punë, edhe shkollë, shpe, edhe njerës janë shumë ftofta aty. Edhe këto është diqysh kur të vi, kritë prezën, qa bane, a i mirë, si bu kalan. Edhe, a përshet që është këtone, me njëherë mujta marrë, këtone në Zvicër për shumë këtë sene nuk i kam, se kam veç punë dhe shkollë. Shto që jesë këthjesht të sene. E shion më shumë. A ke mendu ose apo e mendon rikthimin e përhershëm Kosovë? E di që është një prej dëshirave më të ndoja, sidomos gjeneratave të reja që jetojnë jashtë, po... Me të tonë drejtë në Blerona shumë më pëlqen, edhe shumë kisha pas që thjesht me hek Marakën, me ardhiq. Nasha 2-3 vite be me këshyrë pse jo. Po njëherë du të me kry zanatën pa tjetër, shkollën që po e baj, edhe ata kry vitin tjetër. Okej, qëfar shkollë po bën? Jam, është drejtim kontabilitet, ekonomi, adin është pak krejt, se në Zvicër është ashtu. Ajo shkon 3 vite, edhe po shkollë me punë bashk. Në fund tani e marrë diplomën federale zëtrane që është. Edhe, po, ajo shumë rëndësishme. E mirë me kursimin e të hollave, me menagjimin e paras, kështu, ku vjen punat e gjërat personale, apo? Pak i shpenzoj veç hajt, po, thama se është veç parja zanatës, kështu hajt, ta leo Marokin, të vaj. Okej, unë i thashë dhe shikuzve që qëllimi ytë në jetë është për pas zhvillimit të në profesional, në studimet ku je, është edhe muzika, një pasion që për ty ka njësë prej e vogël. Trego pak, a ka dikush në familjen tënde që ka këndu, ose të pak të në që e ka një zatë këndshëm, një vesh për muzikë? Jo, ta është dikush që moj me thonë, apetin që do me bo të manë seriosisht, sigurone. Amo, prej që jam e vogël e moj me muzika. Normal që edhe kamera, adin foto, video që ka post loj pun me këta, amo muzikën e kom pas gjithë picked up. Edhe, po, një kom fillu kështu me Instagram, TikTok, adin paka shumë, po nuk është rukëtimin që du me marë për seriosisht, atë me bo, se është shumë stres, dhe dojtë shumë energji, kështu që të muzika e kia ta e banë stilin tanë, edhe da që pëlqen, da që nuk jo pëlqen, është stili jëtë. Edhe pa tjetër që, po, edhe jam t'i këshyrë do projekte me bo shumë doja, management, ekip me bo, edhe... Kretë këtu në Kosovë, nuk e ke mendu opcionin për në Zvicër? Se është interesant, shqiptarët që jetojnë, pra, shqiptarët e Kosovës që jetojnë në Zvicër, a i kanë bazën atje, vinë në Kosovë e kryojnë artin e tëne. Pra, nështë ta bashkëpunëtor t'i gjenë më letë, ose muzika kapet më ndryshe këto? Jo, Zvicra është, për mendimin tem nuk ka shumë, nuk t'jep shumë opcione, është ma shumë puna, ato shkojnë atë rrugën safe që është. Edhe, komendu ndoshta për Gjermani, sa të marin shumë, i marin të sene te për bukur, po... Di që shponina në Kosovë ma rahat edhe di që Shqip, gjithë shka Shqip, adin bukur. Po edhe Gjermanisht pëse jo, adin mi përzi pak, ta këshime që shumë Ka plot që ju ka funksionu si ide edhe në përkong me i butë të dyja gjuhët. Plus që na kemi diaspor shumë të madhe në Zvicër e në Gjermani e në vendet tjera, më shumë që s'kishim probleme me kuftu në këtë pjesë. Këtu, në Kosovë, në takimet që po i bënë është me producent, me studio muzikore, ose edhe me emra të njohur të skenës muzikore. Me këtë ka rastis me ndajt, me kalu pako, me më në i kshil që ty të
të shduk shumë e nevojshme, sidomos tash që je duke i pa hapat për me u fut në treg? Po tash që kum kriju një bazë të vogël, adim me Instagram, TikTok, kum marrë shumë lidhjet forta dhe shumë shoqni që më përkrajnë edhe artista kum taku. Tash nuk është që i kum thonë, edhe unë po du më po këngëtara, po thjesht kum këshu që s'po sillen, qa po bajnë. Tash normal, për shembull me Dafin, këna nejt, me ose këngëtarë kështu jashtë venin Gjermani, kështu Loredana, tani këto reperat, kom pa shumë araklimi pa edhe... A të kanë dëgju tu këndu? A të ka dëgju Dafina, për shembull? Jo, më ka shumë more. Amo më ka thonë kështu shkëshila thjesht që adin be yourself edhe që do që bante që dënë, ajo ka me hic ashtu kështu. Kjo është ma rëndësishmja. Gjithmonë originalja pranohet shumë letë prej publikut. Në anën tjetër, kur përmendim rrjetet sociale, pra të është kriju si loj pune, jo, nuk e bën veç për hobby, ose nuk e bën si gjatë të dytë, pra mirë është intenzivisht, pra edhe aktive. Po, tash, kohët e fundit ma shumë më ka ra mu mirë me ta, po është pak, po du me managju se së në laza natë, ne kam kështë prioritet. Po, bëj reklama, sene, adin shumë mirë, së është një sen që, së dhe mos generatën që tash po hetë tepër, edhe... A është të vështirë, a të merë kohë, sepse për dikë që nuk e bënë si punë, duke diçka shumë e thjesht. Një mend të jep knatësi, po edhe e donë kohën e vetë. Ta është, une jam shumë, adin e marrë kohën, ta është, kur t'isha për shamull tjertë, ajo të merë shumë energji, kur t'isha, se ti për shamull vjen pi punës, e që telefonin, a del mirë, a s'del mirë, është me bërë reklama, mishterit pret, apo din. është një punë që prej me dëshme pas qef me ba, se pas qef nuk të banë, se të merë shumë kohë edhe... Amo, po moj, për moment moj me menagju edhe po e baj kështu në që ato që më pëlqeni baj, ne bashkëpunim në gjo, amo tash... Rrjetet sociale dhe një gjë shumë të vlefshme që e kanë, për posë të lidhin edhe me publikun, krijohen edhe plot miqësi edhe me emra të njohur, që për shembull veç të shohin në Instagram dhe t'japin mbështetje, sidomos vajzës. A ke kriju miqësi prej internetit me dikë? Për shembull, një shoqe sapo më pruni Almira Azemi, besoj që e njeni, e kom njoftu prej rrjeteve sociale edhe adin shumë, sidomos woman to woman, është shumë përkrajnë. Adin shumë ka, të është një që në emna më i përmend që adin që shkrujnë Go Girl, komente, foto, bajnë repost, apo din, edhe është një ndjenë shumë e mirë, kur është që tjertë po të supportojnë, edhe pëse të është nuk i, apo din, nuk i naj audiencë të i për të madhe, po që se ki supportojnë njerës edhe është bukur shumë këmbo lidhje. Shumë jam falendruse për këtë gjanë se ma mirë më kanë dalë këta dhe të kuptojnë se ato janë dragën e njajtë. Shumë e fatë. Po në anën tjetër e dim që rrjetet sociale e kanë edhe këtë bishtir mrapa, i kanë edhe komentet negative që dalin edhe për tej asaj që po quhet liri e fjallës, te bullizimet, te kërsnimet, ofendime, sharje prej më të ndryshmeve. A je prek nga këto situata? Ke pas raste? Nuk kom pas, tash kom e ditë edhe komente shumë negative, se adin s'jam asë e fort. Po, ma shumë janë kështu komente që janë pak... Me gjelozin, është ta? Jo, po edhe që nujnë pak në ciklet, adin kur janë, tash për shumë meshkoj që shkujnë do gjana pa lidhje, ma shumë kësur gjana, amo këshyri me shly, nuk është që i marra ofër zemrës, edhe këto vullizime, ma shumë vinë nga fake accounts, edhe kështu që sështë që e marra. Shihen pas një emri të trejshëm. Që baj edhe qajo mjafton. Qajo ka rëndësi. Për ndryshe dhe të dalë pak më shumë me të njoftë ty ma tepër, pra tham që ti je vendosën në Zvicër, je lind atje, dhe jeton me gjithë familjen. Në qëfar rëthona kanë shku familja atje? A janë shumë vite për para? Po, mama janë prej soshtë e vogël është në Zvicër. Nëjse mas luftës ka ardhë, po shumë e ri edhe... Mjetoj me mamin, me motrën e vogël. Krejt familja jam është në Zvicër, a më dhe ato janë shumë lidhë me venin, vinë shumë shpesh. Na ke thonë që je rritë si fmi vetëm dhe në moshën 9 vjeqare. Në qëfar kuptimi?
Jëmë rritë gjithë kështu only child, gjithë ma kam bo qifën, adin shumë kësene, kur i kum bo 9 vjetë, pas ta e ka orë motra vogël. Pra gjithë dashnin tje pas kem bajt për 9 vjetë, Po, të amo krejtve. me motrën e vogël Cindy që është, oh my god, shumë e du, shumë jam e lidhur me ta. A është e bukur edhe ajo kështu O, si zot, ti? ajo është edhe 100 ma bukur son. Ajo ka mu bo film, ajo i ka 7 vjetë i ban 8 që është në gosht. Ka lind me 8 gosht 2018 në orën 8:08. Shumë special child është. Numri i fatit që ka 8 për ta. Edhe ju jam shumë e lidhur me ta. Belima nuk e kërkon, ndoshta mami më kërkon mua atin, edhe pse kemi gati 10 vite diferencë. Me ta e qoj shumë mirë. Po, edhe për babin, në 2018 e kum humb, fatkeqësisht, në një aksident me makinë. Mjenë shumë keq. Yes, ajo rastu konë shumë i rëndë për mu. Po si do qoftë, më ka bo veç Ka ma ndodhë në fort. Zvicër, apo në Kosovë? Në Zvicër ka ndodhë, ka qenë të shoke vetë ngusht në ditëlindje, edhe ishte kështu të roshi, edhe u kanë rruga, me shku qatë rrugë me po tërgjithë të trupi është shumë e të mërshme. Sa vjeç ke qenë ti? Në i kom pas, mos ka bofsha 9 vjetë, 10 vjetë, ashtu diqka. Po e moj men super, im kanë qika babet gjithmonë, i kam fotot, videot, edhe si dhe mos më tonë drejtë në kohën e fundit ma shumë mërzitna për ta, se pasujat vinë ma vonë. Kër im kanë e vogël, së është që e kum kuptu edhe fort, e kum ditë që ka ndodhë, po si kur tash nuk e shadin, me vite ishe gjana ndryshe, po qa me bo, me mamin jam lumë të në shpe, jam me qikin e vogël Sindin. Atë ditë e aksidentit, a kujton diçka dhe pse në moshë vogël, ose a patën vështirë në anën këtë rast me ju tregu, me ju familiarizu pak me situatën? E ka pos shumë vështirë me tonë, shumë mire ma i mena ditë. Ka thonë njerë që a veç ka ndru jetë në adem ma, po më patën thonë që njerë është spital, adem po, si kur e kom ditë, ajo konë shumë marakli në kera, ajo konë e ka lënë shpirtin për kera, u konë shumë marakli, edhe si dhe mos shpejtësi, edhe gjyshë e ambelim gjithë i ka thonë që kemi apo shërë ndo një ditë. Sa vështirë e pati nona më pas vite, me kalimin e viteve? Nona babit apo nona ime? Nona jote. Po edhe ajo ka marrë ofis zemrës, pa ajo më nuk gjithë për mu kanë këtu, se vajza vukë nuk është që ka kuptu. Yes. Po nuk folmi edhe shumë për këtë rast, edhe ajo një në ciklet adin, edhe është që veç unëna me kalu kohën, mos me mendu, po normal, kur t'jam vetë, mendoj për ta, edhe është shumë shtirë, po si dhe mos me ta jom kam gjithë kështu në kurs ma ka prish, kurs që shtash edhe ma herët adin. Fakti që jeni rritë në mungesën e ti, konsideron që kjo është një dhimbje që ty të është këty në forcë dhe të ka bo ty një vajzë me shtarake me jetën? Normal është një dhimbje që kur nuk heket, si dhe mos atin kur i mon me në gjanat, kur shka i do rrugë i sha që i më ka me ta, ose mendimi që nuk kam i përjetu shumë gjanat e mija, vedem për shamu naj dasëm, naj gjanaj, shkollën që kam me kryo, ose qëto gjanat që boj baj që tash, po normal që më ka bo shumë e fort, mendoj që mos kishë do qaj rast, nuk isha qështu që jam sot, edhe... Me mamin si ke raportet sot? Jeni më shumë ato shoqet, për çka mendoni ndryshe, si ja bëni? Ka shumë gjana pozitive edhe negative, me të thonë drejtë në Bleruna, se ajo shumë e reja, ajo mu në moshën 18 më ka ba. Jena si shoqe, po edhe, për shembull, ose i vesh me rrobat e njëjta, ajo mi merr pucat e mia, unë asajna, po është edhe pak keq, se për shembull, keq në atë aspektin, për shembull, ajo sajna nuk i kur gjë, nëse du mi thonë, ajo i din shumë mirë që po baj, edhe i ka përjetu këto gjana krejt vetë, e kupton gjeneratën e re, edhe është shumë kuller gëbilim, edhe shumë kujdeset për mu, adin mos del, mos ban, nashta në Instagram kështu shina që jam non-stop jashtë, po nuk është ashtu, më rrenë shumë për mas. Me siguri që po se dyshoj që gjithë kujdesin e ka pas për ju, ne edhe mësimet ose edhe fjallë që na i thuj nonat në mbesin shumë mendje. Qka ka diçka për mësimeve ose këshillave që ndoshta në atë moment nuk e ke kuptu se qka do të thot, por në kalimin e viteve, në përjetimin e situatave, e din që ka qenë drejt.
Nuk është që më kujtojt nga gjokë shto, po veç e di që gjithë me vetë ata, para se me bo diçka që me vetë ata. Amo shumë ma mirë që më ka najtë qështo gati, se ndoshta nuk isha pëtën sikur që tashtë. Yes. Edhe ajo del, unë e dal, është shumë fani me këshyrë, kush pe këshyrë qikën e vogël, sonde unë nesër te. Amo po, edhe ajo është tepër moderna, ajo thënë ban, veshë, del, ka me marrë dhe ajo. muzikën qëfar shije ka? Ose ju të dyja kur doni me bo një ndaj për vetëve që të dyja në shpep, qëfar muzike dëgjoni, që ka mendon ajo për dëshirën tënde të krijimit kongëve dhe me qenë prezent muzikë? Ajo ka shqenë krej ndryshe. Ajo ma shumë gjënë kështu arabesht, adin kështu orientale, qeta, ma ti për dishka për Une ma shumë janë kështu pak hip-hop, rap, funny, adin kështu pak se tajna da fina. Dhe ajo ndëgjën, po ma shumë është kështu ka qet, adin. Edhe ajo me ndonë që go for it, apo din vetëm ka shumë frikë që se qëre blerona kjo industri nuk është edhe shumë e buku që shduket, është shumë gjanat që dëshmi. Qka ke dëgju, se qka ke mësu te për industrinë e muzikës? Që plot njerëz mendojnë që është një mend e bukur, është me dzidza, është me buzëqeshje. Une, kur jëmë shku për shumë në për event, ose kështu këngëtar që janë kanë, ka pas shumë raste që jëmë dëshpru, edhe thasha në që industri po du me hia. Qka të ka dëshpru ma shumë? Nuk e di, nështë që kanë ndryshu, kanë qenë shumë arrogante, ose nuk e di, kam ndo një gjatë që du me përmena din, po nuk është ashtu si shduket, ajo është, po mu pëlqen muzika prapë se prapë du me ba, edhe unë e baj me njërën Ti e bën artin tëndë, kështu që po sigurisht. Ata që të funksionon kimia edhe energjia, mund edhe të bashkëpunoni, po fundja në industri ka vend për gjithë, edhe nuk besoj që kish me qenë të lash. E di që nuk do t'jetë hera e fundit për këtë vetë që vjen Kosovë, me mërmendja, sepse sidomos këtë verë, Prishtina është e mbushur me aktivitete, me festivale, me koncerte. Shumë pëlqen. Do t'jesh gjatë verës këtu, edhe kur do e marrësh hapin me fillumin që zuti qka, me gjiru në do një klip? Po, me nëzës po pres më ardhë tash verës prap, është gjallëni ekstrem, Prishtina, Ferizaj, ku banoj one. Kom fillu do gjana, jam të i ba do gjana, po s'po du njerë me qitë edhe mos më ba, kështu që veç pritni. Po, du me ba nëjë projekt madhë, nuk du veç shkele shka dhe qka me ba, po du me markohen, nuk jam të ugut, jam të ndërtu të qka shumë bukur, shala veç del që ashtu që kam kry, edhe po. Viteve të fundit, publiku shqiptar, si në Kosovë, si në Shqipëri, po edhe në diaspor, kanë djekë shumë reality show, të prej më të ndryshmëve. Dhe nuk e di sa ke qenë ti e informume, ose a i përcjel, a të pëlqen, a dëshe vetën në ndonjë prej tëre. Zakonisht, kur i shohem, gjithmonë e kthejmë nga vetja. I thujmë vetës, unë s'kisha mujt me bo qëtë situatë, ose me përjetu një diçka t'il. Që është qëndrën ti me reality show? Besoj që ke fjallin për Big Brother, për shambull. Bigu është një gjatë që është mundet mjë dhonë dikojna një shansë të për mirë, ose ama është edhe një rizik që mundesh me hi për shambull. Unë i për cili, normal të është 24 orë, po gjithmonë shikoj që ka ndodhë prajme të dëmas me mamin. Po e kisha moj për shambull me mëndu vetën, ku për shambull kër i kom pa, tha isha a qëto e kisha bo ndrysh, ose a qëta e kisha bo që shto, po nuk i djetë. Ndo shta më ndryshon mendja, se di, halos së më thamë kështone, ama se ju. Po me sfidu vetën kishe të është. Tjep është një shansë të për e madhe me marë, tjep kontakte, tjep një basë të për të mirë. Nuk i dihet, pra. Mund edhe të shohem, të kishme qenë shumë interesant me t'joft ty në krejt dimenzionet edhe 24 orë, sepse është mundësia, si që ta edhe ti, pra o të do publiku shumë, edhe ti shfaqat anën tënde të vërtet, të pranon, edhe të shtynë shumë për në karjerë. Besoj që për vendimet të tila, pa tjetër një konsultim me mamin e bënë, nuk e dhja, do t'ishtë ajo dakord?
Ajo ka thonë veç nëse më le me vizitu e me ta, me donë këshilla, thash po more si shua. Ajo veç, si shtash edhe me herët, ajo veç thjesht ka qeth më kujdes, me di që jam të ba, me di që nuk rikthesh edhe ma qysh me ndanë, nëse nuk pëlqen ma, po nuk është që më dalë. Më ka thonë nëse do me ba, provaje pse jo, edhe jes. Ka plot konceptet, besoj edhe ti i lexon duke qenë vajzë që ndjek trendet edhe je vazhdimisht aktive në rrjetet sociale, për të rinj, pra, Gen Z-n që e kanë ndryshu konceptin e jetës, kur vjen puna te partnerët, kur vjen puna tek lidhjet, në cilin grup bën pjesë ti. Pra, të fundit këtë e lexova që tashmë vajzat po janë të prirura që të martohen në moshë më të hershme, një fenomen ky që ka ekzistuar dikur, për shembull ti vetë nana jote është bë me ty si fëmijë 18 vjeçare kur ka qenë. Pra, gjithë kjo si një lloj rikthimi i trendit të asaj kohe. A qëndron ti, pra cilat janë mendimet e tua, si të duket kur po e shet tek bashkëmoshatarët? Unë mendoj që po thamë që tash më shumë pëlqen ma vonë, sepse je ma e pjekur edhe i mendon gjana ndryshe. Po normal nuk i dihet fatit jetës kur, mundet nesër më dalë, mundet mas nesër, mas 2-3 vite, 5 vite, se për shembull i shoh te mami nuk ka pas mundësi mi shiju gjana, ta kuptoj edhe ma mirë shijoj që tash, edhe ma ndej mundesh më rahatu, po unë veç po i tham kështu me menimet që kam qëta, se nuk i dihet. Po kjo i bi që ti për momentin zemrën s'ta ka marrë dikush, pra? Okej, je qik single? Jo, Një përgjigje që me siguri kanë qenë duke prit plot djemë. Edhe është, me të drejtën vlerona është shtirë, sepse kur ti ftyrë publike, shkrujnë shumë, edhe mandej je kështu në typin standartet. Të shqyllë ku me ditë Qësh kish me qenë mashkullit ideal? A bën me qenë prej industrisë muzikës? Po flasin krejt në dëshirore, se nuk i dihet fatit. Pse, që me thanë? Mundet me qenë, edhe nga muzika. Nuk është që kisha pas në problem, do shta edhe ma shumë kish kuptu, kur ti unë në atë tragën të A të kanë shprej, pëlqem, disa prej figurave të njohura? Ka pas do mesazhe, pas... janë kam... S'kanë qenë dince, a jo serioze? Jo, ma shumë janë njerës që nuk dojnë gjana serioze. Po, qështë the, pse jo, po mundet me qenë njeri privat, mundet, nuk e di, s'kam kur farë... Me rëndësi është ty me të bëtë ljumëtor edhe me me bëtë ljumëtor, mos me qenë toksik, me më kuptu, unë me qenë për ata këto, aj për mu, yes, that's it. Këto janë më të rëndësishmet. Nuk du me të mbajt më shumë se po shohorën, ti duhesh me ikë me një herë në aeroport me kap fluturimin. Faleminderit shumë që erdhe, të rojë shumë suksese. Herës tjetër kur të vesh, do të takojmë prapë edhe flasim ma gjerë për muzikën. Faleminderit shumë. Mish, do të shkëputemi pak, është koha për marketing.